Sot, me datë 8 mars, shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Një ditë që i kushtohet respektit, mirënjohjes dhe vlerësimit për rolin e gruas në shoqëri. 8 mars, një datë e veçantë pas së cilës gratë kanë luftu shumë për me fitu të drejtën e votës, për me fitu të drejta bazike në shoqëri, për të qenë të barabarta me burrat. Fatkeqësisht kjo luftë nuk ka ardhur për një ditë të vetme, ka ardhur për një kohë të gjatë dhe në shtete të ndryshme vazhdojnë gratë me luftu për drejta bazike të barabarta në shoqëri. Kjo ditë është një kujtesë për kontributin e grave në familje, në kulturë, në arsim dhe në çdo fushë të jetës, duke theksuar forcën, përkushtimin dhe ndikimin e tyre në ndërtimin e shoqërisë. Rëndësia e gruas në shoqëri është e jashtëzakonshme, ajo është shtylla e familjes. Nëse marrim prej një thënie të huaj angleze që thotë gruaja shndron nga house në home, është ajo që e bën atë të ndjehet shtëpi. Është baza e shoqënisë, është shtylla e familjes edhe e shoqënisë. Ajo mbart mbi supe sakrificën e madhe shoqënore për të pasur një familje të shnosh, për rolin tradicional të saj dhe për rolin modern duke qenë inxhiniere, edukatore, piktore, mjeke, çka do tjetër, duke përfshit gjitha këto role, ajo ka një rol të jashtëzakonshëm në shoqëni dhe pa të nuk bën kurrësi. Në këtë ditë simbolike, kujtojmë se barazia, respekti dhe vlerësimi për gruan janë vlera që duhet të jetojnë çdo ditë, jo vetëm në një datë. Profesionet tradicionale të ndjeshme, emocionale, janë profesionet e zakonshme të grave, duke qenë edukatore, mësuese e tjerë. Por fatmirësisht na kemi gra të jashtëzakonshme sot edhe pilote, edhe inxhiniere, edhe astronaute, edhe të profesioneve që jo tradicionalisht kanë qenë për gratë, po ato kanë dëshmuar që munden edhe ja kanë arritur qëllimin dhe unë jam shumë e lumtur që kemi gra të tilla. Ndërsa arti mbetet një nga mënyrat më të bukura për të shprehur ndjenjat dhe për të reflektuar mbi jetën dhe shoqërinë. Dhe pikërisht përmes artit, shumë histori, emocione dhe figura kanë gjetur vendin e tyre në kohë. Sot, në këtë ditë të shënuar për gratë dhe jo vetëm sot, mesazhi im personal dhe profesional do doja që gratë kenë lidhje mes veti, të mbështesin njëra tjetrën fort, se vetëm një grua e vlerësuar dhe e mbështetur mund të mbështesë gratë të tjera. Gëzuar 8 marsin për të gjitha gratë, me respekt, mirënjohje dhe urimet më të mira në këtë ditë të veçantë.